pasur fatin të kem një fëmijëri shumë të mirë, me një familje që është kujdesur jashtë mase për mua, që janë munduar të mi plotsojnë të gjitha gjërat në ato kohë që ka qenë paksa e vështirë, por mendoj që njeriu që ka shënjuar jetën time në ato 10 vjet, ka qenë gjyshi im. Ka qenë gjyshi im, i cili vijon dhe mbetet një nga idhujt e mi, një burr i mençur. Unë mendoj që ka qenë një gjysh jo si gjithë të tjerët. Ka qenë ai që më ka lexuar librat e parë. Unë kam qenë një fëmijë që me zor haja në atë kohë, dhe ai që vetëm që unë duhet të haja, gjithmonë më lexonte libra. Pse e përmenda gjyshin? Sepse ai ka qenë njeriu i parë që më ka mësuar çdo të thotë të shkosh në bibliotekë. Mbaj mend ka qenë biblioteka e gjuhëve të huaja, lexonte shumë në frëngjisht në atë kohë. Mbaj mend që kam qenë shumë e vogël me të dhe shkoja në Bankën e Shqipërisë. Nuk e di se do me thënë çfarë bënte gjyshi aty, po mbaj mend që i thoja gjithë njerëzve, gjyshi im ka shumë lek, sepse unë me të shkoj në bankë. Ai më ka mësuar të udhtoj, udhëtimet e para i kam bërë me të, sigurisht brenda Shqipërisë, udhëtimet me tren, dhe një nga gjërat e tjera që nuk e harroj kur, ka qenë që mua më merrte dhe më çonte në restorante. Restorante kanë qenë shumë pakta në atë kohë, unë i mbaj mend si nëpër të, më duket ka qenë restorant Volga, dhe më pas kur është hapur Arbëria. Dhe mami i thoshte gjithmonë, po prit more baba, është shumë e vogël që ta marrësh lauren nëpër këto. Edhe mbaj mend, përgjigjja e tij ka qenë, le të mësoj që tani dhe le të mësoj nga ne.